Si TikToku nxiti trendin e çokoladës së Dubait. Promovimi i produkteve në TikTok tani është mjaft i fuqishëm për të ndikuar në ekonomitë mëdha bujqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, të paktën kur bëhet fjala për konsumimin e ëmbëlsirave të nivelit të lartë. Një çokoladë e mbushur me një mbushje kremoze me fëstëk jeshil është bërë tepër popullore pas një serie videoklipesh të shpërndara në faqen e rrjeteve sociale. Pamjet e para që lëvdojnë shijen e të ashtu quajturës çokoladë e Dubait të shtrenjtë u postuan në fund të vitit 2023 dhe tani i janë parë më shumë se 120 milion herë, për të mos thënë asgjë nga videot e shumta pasuese. Rezultati ka qenë një mungesë ndërkombëtare përbërësi dietik, kokrat e fëstëkut, të cilat kultivohen kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Iran. Në një vit, çmimet janë rritur nga 7 presje $65 në 10 presje $30 për pound, ka thënë tregtari i arrave GC Hanking. Arra po bëhet tashmë e pakët për shkak të korrjes së dobët vitin e kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, eksportuesi kryesor në botë. Thotë se çmimi është rritur për këtë arsye, edhe pse kjo kulturë ishte më e vogël se zakonisht, ajo ishte cilësisë më të lartë dhe kështu shitej kryesisht si arrat plota ende në lëvozhgën e tyre. Kjo ka krijuar një mungesë të mëtejshme të bërthamave bazë të përdorura në shufrat e çokoladës. Prodhuesit iranian ndërkohë kishin eksportuar 40% më shumë ara në Emiratet e Bashkuara Arabe në 6 muaj deri në mars sesa në 12 muajt e mëparshëm. Mania e çokoladës së Dubait mund të shkaktohet nga krimi një bari që kombinon çokoladën me qumshtin, pastën e coptuar të njohur si kadaifi dhe një mbushje me krem fëstëk. Prodhuar nga çokolada e bukur e Emirateve të Bashkuara, Fix, e cila shitet vetëm në Emiratet e Bashkuara Arabe, në mënyrë profetike ju dha emri gënjeshtar në lidhje me një ëmbëlsirë tradicionale arabe. Prodhuesit e tjerë kryesor të çokoladës krijuan shpejt produktet e tyre të çokoladës me fëstëk, por tani po luftojnë për të përmbushur kërkesën ndërkombëtare. Charles Gendre, menaxher i përgjithshëm i Prestat Group, i cili zotron disa marka luksoze britanike të çokoladës, tha për mediat se kërkesa përbare ka habitur industrinë. Ndihet sikur erdhi nga askund, tha ai.